tek pronari që punon do të paguhesh. Njerëzit që largohen nga Perëndia janë gjithnjë të pangushëlluar dhe torturohen dyfish. Ai që nuk beson tek Perëndia dhe tek jeta e mëshuar, gjithmonë mbetet i pangushëlluar dhe dënon shpirtin e tij përjetësisht. Tek ai pronar që punon, aty do të paguhesh. Po të punosh tek zotëria e zi, ta bën jetën të zezë qysh këtu. Po të punosh në mëkate, do të paguhesh nga djalli. O në qoftë se do të punosh në virtyt, do të paguhesh nga Krishti. E sa më shumë që punon tek Krishti, aq më shumë shkëlqen dhe gëzohesh. Por ne themi, jemi të humbur po të punojmë për Krishtin. Por kjo gjë është e tmerrshme, të mos ta njohim sakrificën e Krishtit për njeriun. Krishti u kuqëzua që të na shpëtojë nga mëkati, që të shenjtërohet e gjithë fara njerëzore. Ç'ë bëri Krishti për ne? Ne çfarë bëjmë për Krishtin? Bota do të mëkatoj, por e do Perëndin të mirë, që ai të na falë dhe ne të mëkatojmë. Ne pra të bëjmë ç'të duam dhe ai të na falë e të na falë vazhdimisht. Kurse ne t'i bjem fyllit në një vrim. Njerëzit nuk besojnë dhe prandaj sulen drejt mëkatit. Gjithë e keqja nis nga mosbesimi. Nuk besojnë tek jeta tjetër dhe nuk llogaritin asgjë. Bëjnë padrejtësi, braktisin fëmijët, bëjnë ca gjëra mëkate të rënda. As e Itrit e Shenjtë nuk i kishin parashikuar këto mëkate në kanonet e shenjta. Një lloj si me Sodomën dhe Gomorrën, ku tha Perëndia, nuk besoj të bëhen mëkate të tilla, por shkoj të shoh. Njerëzit po të mos pendohen dhe të kthehen tek Perëndia, humbasin jetën e amëshuar. Njeriu duhet ndihmuar që të shikojë kuptimin më të thellë të jetës, të vijë në vete dhe të ndjejë ngushëllimin e Perëndisë. Qëllimi i njeriut nuk është thjesht të mos mëkatojë, por është ngritja shpirtërore.